Jo veç ke shtëpisë 70 ca. A punë edhe ma herët të vejta? Jo 60. Një espresso po foli për një vek, në shqit 1 euro, tash do të më shqit 1,20, që prap nuk e mbulen atë pjesën ashta ku me ditë sa, makijato e madhe 1 euro e gjys. Jo që ka enorme ngritje vetëm këtë kohë të fundit, por në mënyrë graduale çmimet gjithmonë janë ngritje. Sado seb çmimi olt nesër pa kur far paralajmërimi heq del. Pse s'po i ngritin rrogat? A janë këtë bukat të vejta veç ajo? Jo veç ke shtëpisë 70 ca. A punë edhe ma herët të vejta? Jo 60. Çfarë shport? Se sa? Çmimet e kafës janë shtrejtu prej një majet për shkak se furnitorët që marrëm nga kafe, ata kanë rrit çmimin, edhe në vitin 2024 2 herë u rrit çmimi. Herën e fundit u rrit për 4 euro, tash ka ndodhur rritja 5 për një majet edhe për 4 euro në kill prap. Që do me thonë nuk kem çare na bizneset pa rritë edhe çmimin e kafës, që një espresso po foli për një vek, në shqit 1 euro, tash do të më shqit 1,20, që prap nuk e mbulen atë pjesën ashta ku me ditë sa, makijato e madhe 1 euro e gjys. Për ndryshe, është paralajmëruar që kom rrit prap dhe në fund vitit edhe një herë ose 2. Klienti nuk po kupton që furnitorit e na shtrejton, tani na vazhdojnë me shtrejtimin. Po ka të bëjë edhe me shtrejtim të rrymës, patjetër, se po do të me shtrejtu edhe pjesën tjetër të ushqimet, se shtrejtimi i rrymës na ka pru që ka fillu edhe paralajmërimet për shtrejtimin e bukës e krejt gjana tjera që janë proces prodhimit me rrymë. Standardi i cili është në vendin tonë, jashtëzakonisht çmimet janë të mëdha, krahasim me pagat, me standardin e qytetarëve. Por vrehet që disa artikuj vërtet janë ngritur. Për markete normal, për shembull të krahasohen me botën perëndimore, Gjermani, Zvicër, shumë artikuj në Kosovë janë më shtrenjtë se jashtë. Jo që ka enorme ngritje vetëm këtë kohë të fundit, por në mënyrë graduale çmimet gjithmonë janë ngritje. E pagat jo. Jo vetëm në furra markete, po gjithkohë për ngritën çmimet, kudo që janë po vjedhin për ngritën çmimet. Punëtorët e shkret po punojnë me çmime të ulta. Po vrejnë vallaj çdo qytetar, jo veç unë, po çdo qytetar vrejnë çmime që sado seb çmimi olt nesër pa kur far paralajmërimi heq del. Pse s'po i ngritin rrogat, të ardhurat për qytetarët, dhe t'ja ngritin edhe çmimet. Aty këtu kanë filluar rritjet e çmimeve që nga momenti paralajmërimit të shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike, që ka qenë një vendim ose një paralajmërim i pamatur edhe i qeverisë, edhe i ministrisë, edhe zërres. Domethënë që atëherë është shkaktuar vala e ngritjes së çmimeve në një mënyrë, ai paralajmërim ka qenë si mbështetje, si përkraje për të gjithë ata që duan të ngrisin të çmimet, domethënë nisjan i bëjeni atë që e keni ndërmend me bë. Domethënë, me momentin kur qeveria dhe zërreja kanë paralajmëruar ngritjen e çmimeve, ka qenë dashur me dalë edhe me masën e parandalimit të ngritjes së çmimeve para kohe. Ngritja e çmimeve është sponsorizuar nga qeveria, vaj halli për konsumatorin. Kështu që si mas informata që i kemi ne si UOD, t'jeni të bindun që shumica bizneseve, e sidomos të gastronomisë dhe hotellerisë, mendzi që janë të qëndru në kënd veta. Me këto shtrejtime dhe me këto zvogëlimi klienteles dhe shumë gjona që kanë me pasu në tarmen, është një problem shumë i madh edhe problem jetik, do me thë veç kanë fillu, dikun kafja veç ka fillu, mu bo dikun 1,30, 1,40, 1,50, edhe në momentin kur shtrejtohet do të thotë shërbimi, normal që klientela zvoglohet. Me zvoglimin e klienteles, bizneset edhe ashtu që nuk janë të ndihmuar nga shteti. Tash, kur në Prishtinë, të rruga B, qysh ma herët kanë fillu, sepse gjendja ka qenë jo e mirë. Nuk është gjendje e mirë, shtrejtimi i rrymës lidhet varg i shtrejtimeve tjera.